Lideri i opozitës Ali Berisha deklaroi këtë të martë gjatë një konferencë shtypi se në zgjedhjet e 11 majit, sipas raportit të OSBE-Odirit, janë thyer dhe dhunuar nenet themelore të 15 dokumenteve kryesore për zgjedhjet e lira. Sipas Berishës, zgjedhjet I ka damkosur në mënyrë përfundimtare misioni vëzhguesve të OSBE-Odirit, Parlamenti Evropian dhe Këshilli I Evropës. Zgjedhjet I ka damkosur në mënyrë përfundimtare misioni vëzhguesve të OSBE-s, Odirit, Parlamenti Evropian dhe Këshillit të Evropës. Kjo është e vërteta. E vërteta tjetër, mendoj unë, se Shtetet e Bashkuara, bazuar në këto dokumenta dhe natyrisht në informacionet tjera që kanë vetë, nuk janë shprehur për këto zgjedhje duke respektuar standardin ndërkombëtar në këto raste, I cili kërkon raste si këto, qëndrimet të shprehen pasi të finalizohet procesi me të gjithë problematikat e tij. Lideri I opozitës Ali Berisha rikujtoi vendimin e tij për të tërhequr nga drejtimi I Partisë Demokratike pas humbjes së zgjedhjeve, duke theksuar se ndryshe nga të tjerët, ai e ka dëshmuar me vepra aktin politik të përgjegjësisë. Berisha theksoi se ka lënë hapësirë për një brez të ri në politik dhe ka mbështetur procesin demokratik brenda Partisë Demokratike, pa imponuar trashëgimtar politik. Unë kam menduar dhe e kam bërë realitet atë. Unë e kam bërë realitet, kjo pyetje nuk më shtrohet mua dot. Se unë, kur huma një palë zgjedhje që s'ishin fars, unë dhash dorëheqje. Dhe një I ri erdhi pas meje. Tani, se zgjodha unë, atë zgjodhe me antarësia e PD-s, po unë e mbështeta. Masi u zgjodh e mbështeta. Pa diskutim, sepse unë isha thjesht një antar partije loajal I forcës sime politike. Por s'mund thosh se nuk ishte I ri. Ishte I ri. Është tjetër problem se çfarë përfaqësimi bëri ai për gjeneratën e vet, nuk ishte përgjegjësia ime ajo. Shiko, të tjerë ka me mira, mos themi këtë, se unë kur nuk besoj në të pasrëndësueshëm. Por pyetja që ju më bët mua, unë e kam provuar atë. Unë jam njeriu që e kam provuar, e kam faktuar dhe kam vepruar shumë drejt, pavarësisht se çfarë mund të. Unë nuk udhëhiqem nga paragjykimi. Mendova se një gjerat e re do të jetë një shans I madh për forcën politike.